Jam pjesërisht dakord, por unë duhet të theksoj, sidomos këtu në Shkodër, që shikoj me problematike, sepse moshat këtu deri në moshën 16 vjeç ka masivizëm. Por pas moshës 16 vjeç shikojmë pak luhatje, të cilat them se duhet një kombinim shumë i mirë, marrëdhënia e shtetit bashkë me shkollat, po bashkë edhe me prindrit, bashkë me drejtorat e të gjithë për këtyre çfarë përfaqësive që përmenda më përpara, por duke përfshi këtu edhe klubet, sepse kjo është një moshë e cila po abandonon sportin. Pra, mas moshës 16 vjeçare kemi rrjedhje, nuk ka më tepër dëshirë për të vazhduar më tepër sportin, sepse ana financiare e këtyre familjeve, këtyre sportistave është shumë e ndikueshme. Nëse një sportist, unë mund të marr shembull këtu te akademia jon, ka një premisa për me luajtur futboll, pra nuk është një as, por ka premisa për me luajtur futboll, me cilësitë e tija mundet për me luajtur Superligën shqiptare, por edhe në kategorinë e parë. Ai me këto buxhete që afrohen tek skuadra, sepse normalisht nuk është si 2 vjet që afron skuadra e parë, por mund të jetë i treti, i katërti apo i pesti. Pra me këto buxhete si mund t'i afrohen në atë moment e lën futbollin, shkon me punu kamarier në Ulqin me 700-800 euro në muaj, shkon me bën një punë tjetër dhe ka të ardhurën më tepër. Pra ky është problemi më i madh